Ndërhyrje për rehabilitimin e disa lulishtave në qytetin e Shkodrës po ndikon pozitivisht tek qytetarët, të cilët po i shfrytëzojnë gjatë këtyre ditëve të nxehta që kanë përfshirë vendin tonë. Sipas qytetarëve, këto hapësira të gjelbërta po ofrojnë freski dhe mundësi rekreacioni për fëmijët dhe mjedis shklodhës për moshën e tretë, larg temperaturave të larta. Po kalojmë këtu. Për tash para ditë është një mrekulli. Po për ditë. Rrim ka një orë gjithë. Fresk. Këtu nga fresk. Ma në rruga në qëtë punë. Në zenë asfalti, pa normale. Ja ti një këtu dalë me rrim. Na dalim, bajmë një orë i kompon tonë, shyojmë ajën e pasë i fije, i kanë bata gjana i fije, raka i fije, zhurma. Nuk është keq, po tash me keni fije ma hapsine, ma pasërtive, thonë. Mjekët apelojnë drejt qytetarëve që të kenë kujdes gjatë këtyre ditëve ku temperaturat kanë shkuar deri në 40 gradë. Bluzat e bardha rekomandojnë shmangjen e lëvizjeve gjatë orëve të pikut, konsumin e lëngjeve si dhe frekuentimin e hapësirave të gjelbërta dhe parqeve.